Pasi hyrje e para në restorantin Bregdeti i Livandës për të kontrolluar përgatitjet për dasmën e vajzës së saj, Marina u zbe në fytyrë kur pa dashur dëgjoi bisedën e nuse kërkueseve. Ajo që bëri më pas i la të gjithë të ftuarit të shtangur. Marina ndjente një emocion të lehtë, të përzier me pritje të gëzueshme. Dita e nesërme do të ishte një ditë e rëndësishme. Dasma e vajzës së saj të vetme, dashja. Ajo kishte ndëruar për këtë moment prej shumë kohësh, për ditën kur Dasha do të krijonte familjen e saj dhe do të ishte vërtet e lumtur pranë njeriut që dashuronte. Marina e pëlqente të fejuarin e vajzës së saj Konstantinin. Ai ishte i sjellshëm, i edukuar dhe dukej sinqerisht i dashuruar me Dashën. Por zemra e një nëne nuk mund të çlirohej plotësisht nga një ndjesi e lehtë shqetësimi. Ajo dëshironte që gjithçka të shkonte për mrekulli, që kjo ditë të kthehej në një festë të vërtetë, jo vetëm për çiftin e ri, por edhe për të gjithë të ftuarit. Për këtë arsye, pavarësisht sigurisë që i kishin dhënë organizatorët, Marina kishte vendosur të vinte herët në restorant për t'u siguruar vetë që gjithçka po shkonte sipas planit, që dekorimi i sallës ishte sipas skicave, kuzhina ishte gati dhe muzika ishte provuar. Të besosh është mirë, por kontrolli një nëne nuk hiqet kurrë. Ajo kishte nevojë të shihte gjithçka me sytë e saj. Parkingu përpara restorantit, i vendosur në periferi të Soçit, ishte pothuajse plot. Stafi dhe bashkëpunëtorët tashmë ishin duke punuar me vrull për përgatitjet e fundit. Marina parkoi makinën dhe zbriti me kujdes, duke mbajtur një kuti të madhe me lule shtesë dhe elemente dekorative. Pasi hyri në sallë, Marina mori frym me lehtësim. Gjithçka dukej pikërisht ashtu siç e kishte imagjinuar. Organizatorët kishin bërë një punë të shkëlqyer. E qetësuar, ajo nxori nga çanta një kartolinë që e kishte blerë më herët dhe shkroi disa fjalë të ngrohta. Urime për dashuri, mirëkuptim dhe shumë vite lumturi. Kartolinën e vendosi pranë luleve dhe pasi hodhi një sy të fundit rreth sallës, u ul pak për të pushuar. Por atëherë ndëgjoi zëra që vinin nga dhoma e pasme. Ishin zëra femrash dhe njëra prej tyre tingëlloi çuditërisht i njohur. Kurreshtja e mundi. Marina ju afroa derës me kujdes. Duke ndëgjuar me vëmendje, kuptoi që ishte zëri i Ljudmila Arkadievnës, nënës së Konstantinit, një zonjë gjithmonë e kuruar, me të cilën Marina nuk kishte arritur të krijonte ndonjë marrëdhënie të ngrohtë. Brenda në dhomë ndodheshin edhe disa gra të tjera, me shumë gjasa të afërme. E po mirë, vajza, vazhdoi Ljudmila. Tani gjithçka është nën kontroll. Kostiku ynë është djali i mirë, por naiv si një kotele. Nga jeta kupton pak a shumë hiç, dhe Dasha sigurisht është një investim i mirë. E rëndësishme është që ajo është marrë fund pas ti nga dashuria, që të thotë se ne mund t'i vërtitim rreth kishtit si të duam. Marina u zbe në fytyrë. Ajo shtypi veshin pas derës me frikën se mos i shpëtonte ndonjë fjalë. Sigurisht që nuk kemi kërkuar para për dasmën, vazhdoi Ljudmila. Kjo do të ishte budallallëk. Ne kemi një plan tjetër, apartamenti, ai që ndodhet në qendër të Soçit, që e ka trashëguar. Pas dasmës do ta bindim Dashën që të regjistroj me emrin e Kostjas. Gjithçka do të jetë sipas ligjit në emër të dashurisë siç thon. Pastaj mund ta japim me qira ose të shesim, ndoshta hapim ndonjë biznes. A nuk do e kuptoj ajo? Pyeti me dyshim njëra nga gratë. Si mund ta kuptoj? Shërëtiu Ljudmila me përçmim. Ajo është dashuruar e verbuar. E rëndësishmja është që të mos e trembim. Duhet ta bindim se kjo është për të mirën e familjes, për të mirën e Kostikut. Le ta mendoj se po e bën nga dashuria dhe ne do ta luajmë rolin siç duhet. Marina mezi qëndronte në këmbë. Ishte fjala për apartamentin kur Dasha ishte rritur, ku kishte jetuar bashkëshorti i njeri Marinas. Çdo objekt aty mbante kujtimet e jetës së tyre. Papritur një zënjë ngadalë dhe i pasigurt ndërpreu bisedën. Gjergji, babai i Konstantinit, lut, ndoshta nuk duhet ta bëjmë këtë. Kjo është shtëpia e dikujt tjetër dhe nuk duket shumë e ndershme. Hesht George, bërthiti Ljudmila. Unë po e bëj këtë për të ardhmen e djalit ton, dhe që ai dhe gruaja e tij të mbredhin nëpër banesa me qira. Marina nuk mundi të qëndronte më. U largua nga dera dhe u mbështet pas murit, por nuk kishte kohë të panikosej. Ajo e dinte se duhet të vepronte me kujdes. Një mendim dëshpërues ju shfaq.
të regjistroj bisedën me një aparat regjistrues, kështu që do të kishte prova. Atëherë, Kostja do ta besonte patjetër. Nxori telefonin e saj, e ndezi regjistrimin dhe shkoi përsëri drejt derës. Zemra e rihte fort si një daulle. Regjistrimi vazhdonte. Ludmila vazhdonte të bënte plane dhe të fliste për Konstantinin, sikur ai të ishte një i marr. Marina qëndroi pa lëvizur, duke regjistruar çdo fjalë. Kur biseda më në fund mbaroi, ajo e fsheu telefonin në çantë dhe u largua me shpejtësi, duke u munduar të mos tërheqë vëmendjen e askujt. Marina e la restorantin dhe shkoi në një park të afërt. I duhej kohë të mbritte mendimet e saj dhe të qetësohej. U ul në një bankë, mbylli syt dhe përpiqej të përtypte gjithçka që kishte ndëgjuar. Mendimet e ishin ngatruar, zemra e rihte me shpejtësi dhe 10 skenar kalonin para syve të saj. Por pas disa minutash, gjithçka u bë e qartë brenda saj. E dinte çfarë duhet të bënte dhe ku. Me këtë mendim, Marina ndjeu një qetësi të çuditshme. U kthye në restorant, duke u munduar të duket pa shqetësime. Ajo buzëqeshi, ndihmoi stafin dhe bisedoi me të ftuarit e parë që kishin ardhur. Askush nuk mund ta kishte dyshuar që në çantën e saj ndodhej një regjistrim që mund të ndryshonte gjithçka. Pas disa orësh salla e banketit ishte plot. Muzika luante, gotat e verës bëheshin gati për t'u përshëndetur dhe të ftuarit i uronin sapo të martuarit. Dasha dhe Konstantini ishin duke buzëqeshur të lumtur, duke përqafuar të ftuarit, duke pranuar urimet dhe lulet. Marina qëndroi në hyrje dhe shikonte gjithçka nga ana. Brenda e saj, gjithçka ishte në shkrumb e hi. Ajo ju afrua Dashës dhe Konstantinit. I përqafoi ata dhe i puthi në ball. Do të kaloj gjithçka, tha ajo. Jam këtu. Konstantini i gëzuar dhe i lumtur ju përgjigj. Faleminderit. Marina Valerievna, për ndihmën tuaj me dasmën jemi shumë mirënjohës. Marina bëri një lëvizje të vogël kokës duke mbajtur veten. E shikoi Dashën. Ajo ishte sinqerisht e lumtur dhe tani momenti kishte ardhur. Përgjuesi i muzikës goditi gotën dhe tha: "Miq, tani është koha për të ndëgjuar urimet nga nëna e nuses, Marina. Ta ftojmë në skenë." Publiku duar trokiti. Marina u ngrit ngadalë nga vendi, duke ndjerë gjithçka brenda saj që po tronditej. Ajo ju afrua mikrofonit, shikoi rreth e rrotull për të ftuarit, e ndaloi për disa sekonda shikimin e Dashës, pastaj të Konstantini dhe më pas i ktheu syt nga Ludmila Arkadyevna, që ishte ulur paksa nga ana. Ajo buzëqeshi në mënyrë të pandërgjeshme, pa dyshuar asgjë. "Miq të dashur", nisi Marina. Zërisa i but, por i vendosur. "Sot po jemi dëshmitar të lindjes së një familje të re. Kjo është një ditë speciale, plot dashuri, shpresë dhe besim në të ardhmen. Të gjithë në sallë po ndëgjonin me vëmendje." Marina vazhdoi: "Unë dua të uroj Dashën dhe Konstantinin për respektin e ndërsjellë, durimin dhe sinqeritetin, sepse pa sinqeritet asnjë familje nuk mund të qëndrojë. Sinqeriteti është baza e dashurisë së vërtetë. Dhe tani erdhi momenti vendimtar. Dhe pasi po flasim për sinqeritetin, ajo nxori telefonin nga xhepi. Më lejoni të përsëris një dëshirë interesante që e ndëgjova aksidentalisht këtë mëngjes." Të gjithë ngritën kokat dhe ngritën vëmendjen. E gjithë salla ngriti kokat me vëmendje. Disa u nxituan të qeshnin, duke menduar se do të ishte një mesazh prekës. Por sapo zëri Ludmila Arkadyevna filloi të ndëgjohej nga altoparlantët, salla duket sikur ngriu. Çdo sekond që kalonte, fytyrat e të ftuarve po bëheshin gjithnjë më të habitura. Kur regjistrimi përfundoi, Marina e vendosi telefonin në çantë. Ishte heshtje në sallë. Konstantini qëndronte atje, duke u bërë i parë si mbështjellës dhe shikonte Ludmila Arkadyevnën. Ajo u bë e purpur dhe shpërtheu më njëherë. "Ky është një falsifikim, gënjeshtër, provokim." Por ishte tepër vonë. Gjorzhi qëndronte me kokën poshtë. Dasha e shikonte fillimisht nënën e saj dhe pastaj të fejuarin, duke mos e kuptuar çfarë të bënte. "A e dinit për këtë?" Dasha e pyeti në mënyrë të qetë, duke shikuar Konstantinin. "Jo, po betohem. Nëna ime nuk më tha asgjë, nuk e dija," murmuriti ai. "Unë të dua vërtet ty." Dasha shpërtheu në lot dhe përqafoi fort. Dëgo, Ludmila Arkadyevna, duke bërtitur kërcënime, u largua nga salla. Askush nuk e ndaloi atë. Marina ju afrua Dashës dhe Konstantinit, i përqafoi të dy. "Ju mund ta përballoni këtë. Gjithçka do të shkojë mirë. Më e rëndësishme është që tani e dini të vërtetën dhe bëni zgjedhjen e duhur."
Disa ditë më vonë, të sapo martuarit vendosën të largoheshin nga Soçi. Ata shitën apartamentin e tyre të vjetër dhe blenë një shtëpi të re në malet pranë Poliana. Ata e nisën gjithçka nga e para. Asnjë intrig, asnjë manipulim. Marina i ndihmoi me lëvizjen e tyre, i mbështeti ata dhe u bë një nënë e dytë për Konstantinin. Një ditë duke qëndruar në verandë, Konstantini i tha: "Faleminderit nën, por mos u frikso. Na ke shpëtuar." Marina buzëqeshi dhe u përgjigj: "Thjesht doja që ju të ishit të lumtur, dhe tani shoh që jeni vërtet të lumtur."